Keni pas kërkesë për çastin këtë kontratë? Na zyrtarisht nuk kemi pas, për përmes delegatëve të asamblesë komunale, do të thonë është diskutuar me qenë një pikë e randit ditës. Tani thotë që si ka ardhur ndonjë kërkesë. është diskutuar në sytë të mbledhjet të kuvendit. Jo në secilën, po në shumë mbledhje. Nuk ka shans me bë dikush kërkesë zyrtare për çastjen dokumente zyrtare e mos me ju përgjigj. Nuk ka shans. Absolutikisht. Bjere dokumentacionin ti herën arshme, kur kemi pasat debate tjera në televizionet tjera, bjere dokumentacionin nuk bon me dezinformu opinionin. Zotëri ju, i cili ka qenë para me e kryetar, në njëtën form e ka bo, do të thotë, mirëmbajtjen e rrugëve gjatë dimrit. Po aje ka bo përmes kontratës, si të them asaj, në bivepër. Tash për kontratat mbi vepra më nuk lejohen. Ky bile ka shkel ligjin dhe ka qenë edhe në prokurori për këtë çështje. Është e vërtet se do thotë ka bërë edhe shkelje të ligjit, por ne do thotë tash e bëjmë përmes thirrjeve publike ku zgjidhet përmes publike konkurrojnë OJC-t, cilat e kanë aktivitet këtë ndërtim, edhe ajo është fituese ligjore, edhe kush doje mundën këtë land me çunë në gjykat, prokurori. Mirë po unë thashtë në njerë, jemi qeveri e cila nuk kemi pas asë një rast të asë një akt akuz, asë një të dënuar, asë një rast për korupcion. Jemi 4 herë fitus të grandet e performansës. Do thotë, kur je fitus i grandet e performansës, do thotë auditori, do thotë vjep vlerësim ekselent për shpenzimet të cilën janë bërë gjatë viteve në vijim. Që nuk ka asë një basë, këto akuza nuk kanë asnjë bazë, por janë tendencioze, do thotë, edhe janë duke bazuar, do thoshtë, një fushat. Janë mbi 5 lëndë që lëvizjave të vendosje i ka dërguar në prokurorin, dhe ato lëndë po shpresoj që janë në hetim. Është kontrata për servisimin e automjeteve, që është një kontratë fort e çuditshme dhe enigmatike, ku një veturës, që është vetura dializës, Ford Transit, është ndruar motori në vlerën prej 6.500 eurove. Dhe mund të themi logjikisht që një vetur e tillë që nuk është e modelit 3, i kushton kaq shumë vetëm ndrimi i një motori, kjo është shumë e çuditshme. Është po ashtu kontrata e mirëmbajtjes së ndriçimit publik në Dragash, në Bresan, Brezne dhe Shajne, ku paguhet 60.000 euro, dhe ju mund të dilni të shihni gjendjen në lagjet e qytetit, ku nuk funksionon, një ditë nuk funksionojnë 2 drita, një ditë nuk bën një lagje tjetër, mund të shihni në një lagje të Bresanës po ashtu, që nuk funksionon në ndriçimi publik, e po ashtu edhe në pjesë të fshatit Shajne e të Brezës, ndërkohë që paguhet kontrata 60.000 euro për mirëmbajtjen e ndriçimit publik. Ka dhe shumë të tjera, po ja japim kohën edhe kryetarit që të na sqaroj. Po, veç se ju përmend emri edhe Zoti Shabani nga kryetari. Po, mu përmend emri, po normalisht mu përmend edhe me pa saksi, pa argumente, pa fakte, por ndryshe